Çdo hap, çdo lojë dhe çdo buzëqeshje është pjesë e shpirtit olimpik. Ky është mesazhi që çeli javën olimpike në shkollën Pandeli Sotiri në Gjirokastër. Gjithçka nisi me ndezjen e flakës olimpike dhe vendosjen e kurorave me ulli, një nga simbolet më të lashta të këtyre lojrave, e cila ishte shpërblimi vetëm për fituesin. Mëtej, të gjithë nxënësit që nga klasa e parë deri tek ajo 12 u përfshin në lojra popullore dhe lojra të disiplinave të ndryshme. Nxënësit në drejtimin dhe përkujdesin e mësuesve të edukimit fizik organizuan dhe krijuan këtë veprimtari sportive me shumë përkushtim dhe energji. Këto lojra janë të rëndësishme sepse përcjellin mesazhe shumë të rëndësishme si paqja, bashkimi, respekti, miqësia dhe puna në grup. Përmes sportit mësojmë të garojmë me ndershmëri, të respektojmë kundërshtarin dhe të japim më të mirën nga vetja. Sot ne nuk festojmë vetëm fitoren, por edhe pjesëmarrjen, përkushtimin dhe shpirtin sportiv. Siç e shihni, po zhvillohen lojrat olimpike, në të cilat janë përfshirë nxënës që nga fillorja deri në gjimnaz. Dhe gjithashtu për të afruar më shumë me sportin, ne kemi sjellë dhe disa piktura të ndryshme, duke përfshirë simbole si flaka, gjethet e ullirit dhe sporte të ndryshme. Nëpërmjet kësaj ne promovojmë dhe vlerën që ka sporti në jetën dhe në shëndetin e njeriut. Nxënësit kishin përgatitur edhe mesazhin që do të përcillet gjatë kësaj jave në shkolla të tjera dhe institucione vendore. Kjo është porta e mesazheve, këto mesazhe do i dërgojmë në shkolla dhe në institucionet që funksionojnë në qytetin tonë. Çdo hap, çdo lojë dhe çdo buzëqeshje është pjesë e shpirtit olimpik. Java olimpike e sportit është një aktivitet i rëndësishëm përmes të cilit nxënësit mësojnë vlerat e rëndësishme si respekti, disiplina, ndershmëria dhe loja e drejtë. Ky aktivitet motivoi nxënësit të jenë aktiv dhe të kujdesshëm për shëndetin.